Kalojmë tek aktivitetet e komunitetit shqiptar në Shtetet e Bashkuara. Panajiri Gjergj Kastrioti Skënderbeu është një festë e gjallë e identitetit shqiptar. Më 3 maj në rrugët Crescent Avenue dhe Arthur Avenue në Bronx u mbush me mbi 5.000 shqiptar nga zonat të shteteshve në edicionin e 5 të Panajirit Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Eventi organizuar nga Shoqata Shqiptare Amerikane e Durrëve të Hapura me bashkëpunim me Mark Gjonaj dhe Belmont Business Improvement District solli së bashku historinë, kulturën dhe krenarinë shqiptare në zemër të Little Italy. Flamurët shqiptar dhe amerikan valviten përgjatë rrugëve, ndërsa postera gjigante të Skënderbeut zbukurojnë ambientin festiv. Ceremonia u hap me himnet kombëtare shqiptare, amerikane dhe të Kosovës, interpretuar nga Ilse Ademi, ndërsa Imam Tahir Kukaj bekoi aktivitetin me një lutje solemne. Panajiri këtë vit u kushtuar ushtrisë shkrimtare të Kosovës, duke sjellë dhe mesazhe të forta patriotike. Programi artistik përfshiu vallet tradicionale dhe performanca nga 10 shkolla e grupe kulturore nga New Yorku, Philadelphia dhe zona të tjera. Në skenë performuan këngëtarët Ylka Kuqi, Ergja Golli, Barbana Dini dhe Ilsi Ademi, duke krijuar atmosferë festive me këngë të valle shqiptare. Fëmijët morën pjesë në aktivitete kulturore dhe edukative dhe shijuan gatimet tradicionale. Organizatori Mark Gjonaj u shpreh se ky panajir është dëshmi e suksesit të unitetit të shqiptarëve në Amerikë. Ambasadore shqiptare OKB-s Suela Janina, ambasadori i Kosovës Berim Reka përshëndetën komunitetin, ndërsa mesazhi i senatorit Chuck Schumer u prit me duartrokitje të forta. Ai cilësoi shqiptarët aleat të rëndësishëm të Amerikës dhe shprehu mbështetje për Kosovën. Një moment i veçantë ishte fjala patriotike e ish komandantit batalionit Atlantiku Ganisheu, i cili kujtoi sakrificat për liri dhe luftën, dhe udhëheqësit të OÇK-s që vazhdojnë të jenë në Hag.